Europian që kanë pas kaltër bojkaftë dhe qërap të bardha. Ata e din ndërlidhen e qasaj për shembull? Jo. Është një personazh, belgët njihen për stripa, kanë botu novela grafike shumë. Shtrumfat nëse të këtohen ata Smurfs. Ata në Belgjikës edhe janë do tjerë. Një pitynë një personazh shumë i famshëm në Belgjik, Tintin e ka emrin. Tintini në djalë bjond me ndërsi. Ai ka një bluzë të kaltërt, ka pantolla të kafta dhe qerap të bardha. Edhe këta ja kanë tribute, domethënë ja kanë kushtu Tintinit. Tintinin domethënë këta një figurë të vizatume e kanë si ne. Domethënë jo domosdo duan më konë simbole kombëtare, patriotike, shpata, ekse. Edhe unë shumë pat pëlqy që ajo që pa të mbo. Shpresoj që në ditë vjen momenti edhe Shqipnia me bo diçka ku t'ja kushton në artisti janë san që nuk ka domosdoshmësi elemente. Po kësa here qështu u bo, atë në hala të na momenti s'kard me lujt pak ma shumë, edhe ka rezerva, edhe ndaj kësaj ka pas pak rezerva, edhe se pak ka tuta e Shqiponja, pak duke komplekse, e na kena pas e patena tjera, po kjo u pëlqy edhe mas ne u punu. Tush mas ne më abet tjetër, se unë kom propozu edhe stemën e komtarës me ndru. Se është e vetëmja komtarës që ka veç flamurin në stemë, nuk ka elemente tjera. Po nuk është pranu nga... stemë që... Qysh? A është pranu kjo ndryshimi? A du të bëhet? Po tash është një stemë që o pranu, është t'ju prit momenti kur mu miratu, do më thonë është t'ju ecë kjo pak si gatë kjo si proces, po... Po dhe kjo do të ndërrohet? Me gjas, pak ka rezerva aty në sensin, ta kalzoj në që tash ku shkojmë, po e kuptën, po pak ka rezerva njerë deri se që shka mu prit për njerëzë, unë e di që ka mu prit shumë mirë, jem shumë i bindur. Pse ka elemente që mund të spritet mirë, apo? Ku është dilema? S'ka element ku spritet mirë, madje ka elemente, të më thonë, ka elemente që në qitë fanel, po kështu si sistem është ndryshime malë më bo, edhe është një kapërcime malë, adine. Ani pse ka Shqiponja aty, ka dhe elemente tjera, adin pak është tut me hek flamurin, me zavëncu me një shaj. Me du që a shaj më konë shumë komplim plote për mu zavëncu. Okej, e kjo paterni që përqunë të, kjo dizajni, a s'ka mujtë me qenë pak ma i fort ju ka që zbet, sa është në fanela? Që aty u konë një debat tjetër që e këna post. Se përshën në fotografi për duket pak... Menzi po shijet, e di, e vërteto që shijet. Për shamu ka persona që se dalojnë, shka do të thëtë kjo kuptimi këtë? Që ata na kena bo bujt madhe me kalzu që ka mranë. Se kur e merë ti kimi po, kur e shepi ofër kimi po, s'mujt ta me marrë me veti, se i patëm me ne, photoshoot jem të fotografi. Po kur i she i prek e kupton edhe të ezeza vrena ma shumë. Po, të ezeza po. E kena pas pak një debat qitë pjesë. Do me thonë, mu bo krejt e zezë, s'ta loj ke FIFA se ke shumë zezë. Edhe nuk u bëjke mu fanela e kuqe, po bëjke shumë e zezë. Se unë edhe kratë dësha me abo të zi, po FIFA nuk do me thonë ishin do regula që FIFA të mëllë. Regull. Masë e zbutëm ata edhe deshtë me bo si print. Do me thonë shtypun, po me një njërë nuancë ma të butë që ish vrejt ma shumë. E që ty masë e pat një debat, se u doke pak agresive, zdëshin që aty ish një farë debati për cilën shkova dhe Macrona, dhe shkova funa me dizajnerat aty. Unë jau kalzova rancin, se edhe ata është në qërë kjo do këtë ma bukur nëse e bojnë qështu, në të shaka ka një farë, ka një rancin shumë ma, Macroni hënez rancin që ti ilustrimi a ka po kërë dalë për dje. Që atëre ka kuptu sa ka vlerë, se kërë u mëna me a spigu atyne, nuk ishë që aty ju do kishë si një panel tjetër që të marru. Qashtu, dhe se dishin edhe pse shkova unë në Itali pikrisht për Shqican, fola me dizajnerën. Edhe u dakordzumë me bo qështu veç me një fryre edhe shkëlqim. Që një farë mënyre e bon interesant, mas një lanqimin e diktoj që kjo. Në sensin që na u dasht mi nëzirë qëto elemente, mi u kalzu njerëzve që ka jënë krejt jënë qëto. Për me kuptu ata edhe të soherë sheh mas e fanelën, gjithë kime gjithë në diçka tre.
që është që jep edhe një lezet tjetër. Dhe një dizajn i mirë është kur sa këshyr gjonë senet re janë to. Nëna mundu që ploj me lujt edhe besoj që ka dhezë. Edhe po duket mirë. Unë mendoj që ka me një moment kur lëshojnë këto kompanitë gjithmonë lëshojnë një limited edition. Dhe që e limited edition mundet me qenë një vend ku shtypër shqipojnë ma shumë. Ose diçka ku mund me po. Eventualisht nëse unë s'po du me thonë nëse, po kur kualifikohet punëtarja në këse, mujnë me rujt që dizajn, po me një pamje pak ma ndryshë, nashta pak ma tegër, nashta që atëri shkon mirë edhe stemën me shti, po jetë mua betë është taj që vendos të tërkush atë. Unë po të kalzoj që një vjetë të kusur jem të marrë me që dizajnë, me që stemë, do me thonë, njëm procese që sënë edhe përbojmë sot edhe për lansojmë nesër.